Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Habit kardiologu, këto janë shenjat që trupi jep një muaj para goditjes në zemër. Ataku në zemër është një nga sëmundjet më të përhapura të zemrës në mbar vendin ton. Shumë njerëz çdo vit e humbin jetën për shkak të sëmundjeve të zemrës, të cilat janë jo pak të përhapura. Sëmundjet kardiovaskulare janë shkaktare të shumë vdekjeve në botë. Sëmundjet kardiovaskulare përfshin edhe defektet e zemrës, aritminë dhe sëmundjen e arterieve koronare. Gjithashtu, sipas ekspertëve, shëndeti i zemrës përmirësohet në qoftë se ju ushqeheni mirë, konsumoni suplemente si për shembull omega-3 ose hekuri, si edhe nëse kryeni aktivitetet tuaja fizike. Ndërkohë, sipas ekspertëve, megjithatë, duhet i vini veshin trupit tuaj, i cili është në gjendje të japë paralajmërimet e një ataku në zemër. Një atak në zemër ndodh kur gjaku i pasur me oksigjen, i cili rrjedh në vena, krejt papritur fillon edhe has një pengesë dhe nuk mund të arrijë në muskulin tuaj të zemrës. Si pasojë, kjo pjesë e zemrës nis edhe vdes për shkak të mungesës së oksigjenit. E gjithë zemra juaj mund të shuhet në qoftë se ju, krejt papritur, nuk ushqeheni si duhet dhe njëkohësisht nuk ushqehet me gjak. Nëse kundërveprimi është i ngadalt, atëherë zemra juaj fillon edhe rresht së rrahuri dhe njeriu humbet jetën. Lodhja. Lodhja e tepërt është një prej shenjave të para të një ataku në zemër. Është më se normale që ju të ndjeni të lodhur pas një dite stresuese, por nëse lodhja është kronike, atëherë ju duhet që të shqetësoheni dhe të kryeni me patjetër analizat tuaja. Nuk është natyrale që ju të ndjeni të lodhur pasi të keni fjetur mirë, ngrënë mirë dhe nuk keni bërë asgjë gjithë ditën. Çrregullimet e gjumit janë një tjetër tregues paralajmërues i atakut në zemër. Në këtë mënyrë, subkonscienca po ju tregon se ka diçka e cila nuk po shkon. Çrregullimet e gjumit mund të jenë pasojë të nevojës për të urinuar më shpesh, ecjes së madhe dhe nevojës për ujë. Konsultohuni me një mjek dhe sigurohuni që gjithçka është në rregull. Një tjetër shenjë paralajmëruese sigurisht është edhe mungesa e frymëmarrjes. Nëse zemra juaj nuk furnizohet mjaftueshëm me oksigjen, atëherë do ju duket sikur ju mungon ajri. Tretja e keqe është një tjetër shenjë paralajmëruese e atakut në zemër. Në qoftë se stomaku juaj është gjithmonë i trazuar, atëherë diçka nuk shkon. Keni parasysh që tretja problematike mund të shkaktohet edhe nga ushqimet pikante. Nëse ndjeni dobësi në pjesën tuaj të krahëve dhe ankth në rritje, atëherë edhe kjo mund të jetë një tregues i një ataku në zemër për shkak të mungesës së oksigjenit. Kur kjo ndodh, zemra i dërgon një sinjal shpinës. Të gjithë nervat shpërndahen në krah dhe shkaktojnë atë ndjesinë e dhimbjes. Nëse ndjeni dhimbje tek krahët, tek duart, atëherë një atak në zemër mund të ndodhë nga momenti në moment. Nëse kuptoni që keni këto simptoma, vazhdoni dhe shkoni tek mjeku menjëherë për të kryer një vizitë. Sipas ekspertëve, zemra juaj ju paralajmëron disa shenja që një muaj para se ajo të përjetoj problemet kardiovaskulare si edhe ataku në zemër. Shenjat për atak në zemër ose çdo problem tjetër për këtë organ shpesh janë tinzare ose të pakuptueshme. Ato godasin atëherë kur nuk e pret dhe këtu nuk përjashtohen as gratë e reja.
Sipas statistikave nga Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e sëmundjet e zemrës janë ndër shkaktarët më kryesor të humbjes së jetës tek femrat mbi 35 vjeç me një raport 1/4 humbje jete. Ndodh shpesh që këto simptoma të sëmundjeve të zemrës të mos të vihen re ose të anashkalohen, sidomos në qoftë se ju jeni të reja. Ja cilat janë disa nga simptomat që paralajmërojnë për probleme në zemër. Këmbë dhe gjunjë të ëndura. Ëndja në këmbë mund të shfaqet për një sër arsyesh dhe këtu nuk përjashtohet asnjë problem me valvulën e zemrës. Formimi i lëngjeve ngjashëm me edemën është një simptom e zakonshme e një problemi në zemër, kur ajo nuk mund të pompojë mjaftueshëm gjak. Para se të friksoheni, ju duhet të dini që kjo lloj ëndje, ndryshe nga fryrjet e zakonshme, fillon që të përkeqësohet me kalimin e kohës ose të përhapet në trup. Prandaj, në qoftë se ju arrini në këtë pikë, duhet ta dini që duhet të konsultoheni me mjekun. Dhimbje koke. Para se të pini një ilaç për lehtësimin e dhimbjeve të kokës, duhet të dini që ato mund të jenë shenja paralajmëruese të goditjes në tru ose të mpikjes së gjakut gjithashtu. Vetëm dhimbja e kokës nuk është domosdoshmërisht treguesi i problemeve me zemrën, por nëse ju e përjetoni atë së bashku me simptoma të tjera si për shembull lodhja, marramendje, të fikt ose fillon krejt papritur, mund të paralajmërojë për një problem akoma dhe më serioz. Lodhje. Kjo mund të jetë shenja më e vështirë për të dëshifruar sepse janë 1.000.000 arsye përse ju mund të ndjeni të lodhur, duke filluar që nga mungesa e gjumit, stresi e të tjerë, por në fakt këtu bëhet fjalë për një nivel jo normal të lodhjes. Në qoftë se ju ndjeni një farë dobësie që e keni ndjerë më parë, vetëm kur ju keni qenë të sëmurë me grip, zemra mund ta ketë të vështirë oksigjenimin e trupit. Dhimbje në stomak. Shumë njerëz mendojnë se problemet me zemrën ndihen direkt në gjoks ose në krahun e majt. Në fakt, ajo që shumë nuk e dinë është se dhimbja mund të përhapet kudo në trup. Kur ndjeni dhimbje therrse në stomak, ekziston mundësia që ju të keni probleme me zemrën. Edhe pse dhimbja në stomak mund të jetë edhe ndonjë shenjë e ndonjë gripi ose urthi, ekspertët gjithashtu rekomandojnë që të mos të neglizhoni, por ju të konsultoheni me patjetër me një mjek për të siguruar se nga çfarë vuani. Dobësi dhe të fikt. Dobësia vjen si pasojë e rënies së tensionit të gjakut, por gjithashtu mund të jetë edhe shenjë e një problemi më serioz. Një çrregullim i valvulës i cili nuk lejon rrjedhjen si duhet të gjakut, rrahje të ngadalta ose të shpejta të zemrës ose një çarje e aortës, të gjitha këto mund të jenë shkaktar të dobësisë dhe të rënies së fikt. Marramendje. Ashtu si shumica e këtyre simptomave, edhe marrja e mendeve me raste nuk është për t'u shqetësuar. Kjo ndjesi mund të vijë si rezultat i dehidratimit, lodhjes, ngritja e shpejtë e të tjerë, por nëse marramendja vazhdon, ju duhet të konsultoheni me patjetër me një mjek. Mirëpo, duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj, para përdorimit, konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!